Shikues të nderuar, në vazhdim japim lajmet e orës 15. Deputetët kanë dështuar për të 8 herë me radhë të konstituojnë legjislaturën e 9 të Kuvendit të Kosovës. Seanca është ndërprer pasi kandidatja e lëvizjes vetëvendosja Albulena Haxhiu dështoi sërish të marrë votat e nevojshme për krye parlamentare. Në tentimin e 6 të lëvizjes vetëvendosje për të zgjedhur Haxhiu në krye të institucionit ligjvënës, ajo mori vetëm 54 vota për, 44 ishin kundër dhe 3 abstenime. Të pranishëm në sallë ishin 110 deputet kur Konjufca sërish propozoi emrin e Haxhiut. Vazhdimet e seancës konstitutive me 19, 23, 25 dhe 27 prill 2025, kandidatja për kryetare të Kuvendit deputetja Albulena Haxhiu e propozuar nga subjekti lëvizja vetëvendosje nuk i mori votat e nevojshme, andaj ftoi përfaqësuesin e lëvizjes vetëvendosje, zotin Blau Konjufca, që ta propozoj kandidatin apo kandidatën për kryetare të Kuvendit të Republikës Kosovës. Po vjen mirë që e ku morë epitetin e një propozuesi stabil. Neve sot na mungon një deputet në zërkrake, po nëse si opozit mune me na i guazunja, bile mos të mesëm në 57 kësha falenderu shumë. Propozimi ju është Albulena Haxhiu. Por kemi 54 vota, 24 janë kundër dhe 3 abstenime. Në bazë të kësaj, detyrohemi të presim seancën, shihemi të njëjtën me 1 maj në orën 10. Edhe pas këtij dështimi, deputeti Kuran Murati nga vetëvendosje ka akuzuar partitë e tjera për bllokim të konstituimit të Kuvendit. Murati ka thënë se prej disa deputetëve të partive të tjera kanë shprehur vullnetin për ta votuar emrin e Albulena Haxhiut, por nuk i lejojnë partitë e tyre. Konsideroj që një situatë e tillë po vjen për shkak të atyre që nuk po votojnë për, në të njëjtën kohë të njëjtit pra ankohen që ka bllokim të situatës, bllokim të Kuvendit, siç e kemi thënë edhe më parë, bllokat do të ishte po që se ne do të vepranim siç kanë vepruar ata të kaluarën, pra të mos propozojmë fare kandidat në seancë dhe pastaj kjo të zvarritet derisa ne të arrinim marrëveshje politike në situata të tjera për formimin e qeverisë siç ka ndodhur me ata. Pra kur kryetari i Kuvendit, posti kryetarit të Kuvendit ka qenë pjesë e diskutimeve politike në formimin e qeverisë. Ndërkaq në rastin ton, propozimi i kandidatës për kryetar të Kuvendit është bërë në kuadër të konstituimit të Kuvendit në mënyrë që t'i hapet rrugë qeverisë. Pra formimi i qeverisë vjen tek më pastaj që mandatari i përcaktuar, pra në këtë rast zotëri Kurti, do t'i ketë 15 ditë për formimin e qeverisë. Kryetari i PDK-s Memli Krasniqi ka shprehur keqardhjen e tij për shtetarët si ishte ai për talljen që po i bëhet nga lëvizja vetëvendosje. Pas ndërprerjes së seancës dhe dështimit për të zgjedhur krye parlamentarin, Krasniqi i tha para mediave se koha e sundimit një-partijak ka përfunduar. Për të hetën herë na mbledh këtu në Kuvend dhe sillet me mentalitetin e njëjtë. Por unë dëshiroj të them 3 mesazhe sot nga hulli i Kuvendit të Kosovës. E para, demokracia funksionon me shumicë, jo me imponim. E dyta, institucionet janë të popullit, nuk janë të asnjë partije politike të veçantë. Dhe e treta, duhet ta kuptojnë gjithë që koha e sundimit një-partijak dhe hemonizmit ka përfundu. Sa më parë që ti kupton, lëvizja vetëvendosje, këto 3 çështje, aq më mirë për vendin, sepse vërtet është e tepërt që të sillemi këtu çdo 2 ditë, duke pritur që t'i thirrin arsyes edhe të propozojnë një kandidat apo një kandidate që merr shumicën e deputetëve të Kosovës. E kemi thënë dhe po e përsëris. Po i takon lëvizjes vetëvendosje me propozu kryetarin e Kuvendit, po nuk mundet me i kërku votat me zor. Ky mentalitet i imponimit, ky mentalitet i presionit dhe i nënshtrimit duhet merr fund mo. Vërtet është e tepërt dhe edhe një herë edhe në emrin tim dhe në emrin të Partisë Demokratike të Kosovës shpreh keqardhjen më të madhe në drejtim qytetarëve të Kosovës për këtë situatë dhe për këtë tallje që po e bën me të gjithë lëvizja vetëvendosje
si partia që me qëllim po e mund të bllokum kuvendin e Kosovës. Faleminderit. Hykmeti Bajrami nga LDK është deklaruar për media pas dështimit të radhës së konstituimit kuvendit, duke kritikuar lëvizjen vetëvendosje e duke thënë se parlamenti është ndëruar në cirk. Ajo situatën e krijuar e ka cilësuar si pengmarrje e institucioneve nga vetëvendosje dhe duke deklaruar se kjo është duke i kushtuar qytetarëve të vendit. Shpreh keqardhje qytetarëve të Republikës së Kosovës që kuvendi me insistimin për kandidaturën e një anshme është qëndruar tani me në një cirk. Është hera e 6 që zonja Haxhiu mori kësaj radhe vetëm 54 vota dhe ata insistojnë në këtë kandidaturë duke u mbledhur çdo 48 orë. Lidhja Demokratike e Kosovës është për një zgjedhje për të gjetur një zgjedhje kushtetuese e cila respekton Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe rezultatin e dal nga zgjedhjet e 9 shkurtit. Ne njohim të drejten e të parit për të propozuar, mirë po kjo nuk do të thotë që ne e bartim votën tonë tek një subjekt tjetër duke votuar sipas kërkesave të tyre. Pengmarrja e institucioneve nga ana e lëvizjes vetëvendosje është duke u kushtuar qytetarëve të Republikës së Kosovës, ata po përballen me probleme të ndryshme dhe askush ato nuk po i adreson. Andaj përgjegjësia duhet të kërkohet pikërisht prej tyre. Edhe njëherë po e them që na vjen keq që ne në bazë të rezultatit, natyrisht edhe vullnetit ton, jemi pjesë e kuvendit të Republikës së Kosovës, mirë po pa dashje jemi pjesë e këtij teatri i cili tashme po besoj që është bërë mjaft për secilin qytetar të Republikës së Kosovës. A ka pyetje? Faleminderit shumë. Deputeti i AK-s Bek Berisha ka shprehur shqetësimin e tij pas dështimit të radhës së seancës konstituive të Kuvendit Kosovës. Berisha tha se kjo situatë nuk po mbaron, prandaj duhet angazhimi SHBA-s. Na jemi shqetësuar për këtë situatë dhe normalisht që bisedojmë me grupin edhe e kemi një propozim si grup parlamentar, mendojmë edhe kërkojmë nga kryetari i Prishtinës përparim Roma, që me zgjedh një shesh ndër sheshet kryesore të Prishtinës edhe mjavu emrin e presidentit Trump, në mënyrë që të angazhohen edhe të mos na harrojnë mes, sepse na kanë harruar, s'po merret kush me neve. E si duket na nuk jemi të zot për me zgjedh asnjë situatë politike në Kosovë. Faleminderit shumë. Kryetari i nismës social-demokrate Fatmir Limaj deklaroi se partia fituese duhet të ndërtojë shumicën për parlament dhe qeveri. Ai tha se gjithmonë kur është votuar kryetari i kuvendit, partitë kanë shkuar me një koalicion. Pas dështimit për të zgjedhur kryeparlamentari, Limaj tha para mediave se përgjegjësia i takon partisë së parë, siç thoi ai, nëse nuk ka kapacitete dhe pjekuri i takon partisë së dytë. Dhe sot në shumë seancë sipas rregullores edhe obligimit që kemi. Unë nuk kam pa ndonjë lëvizje për të pritur diçka më ndryshe nga seancat e kaluara. Besoj, ose më mirë me thanë si duket do të jetë për një dëgjës për partia. Në fakti që s'kam pa ndonjë lëvizje tjetër. Kështu që kjo është realiteti. Do të aksiononi për çfarë sot? Po vota jonë është sikur e kaluar. Dhe besoj që është një votë e cila është në përputhje me kushtetutën, me ligjin, edhe kështu do vazhdoj të jetë. Çka votuti zoti Limaj? Cila është zgjidhja? Zgjidhja besoj unë është partia që ka të drejtën për të propozuar kryetarin e kuvendit, duhet të bëjë gjitha përpjekjet e mundshme për të ndërtuar shumicën parlamentare. Shumica parlamentare nuk kupton koalicionin qeverisës, edhe për parlament, edhe për qeveri. Kështu ka ndodhur edhe në kaluar. Shqeqani, jo, ti për parlament. Ata më s'më kish përdor fjalë. Më s'më fjalë të tuan gojtime. Ajo konstatim, ishte konstatim. Ajo që unë po them është, ju do ta kuptoni që procesi i ndërtimit të institucioneve gjithmonë ka marrë kohën e vet. Thej mbrapa dhe shqeqani 2014-2017. Nuk është që duke bën e farë drama ose bënese. Për faktin sepse i vonuar 2014-2017
sepse jashtë parlamentit janë ndërtuar marrëveshjet politike dhe pastaj në marrëveshjet politike kanë shkuar ndërtuar shumicat. Besoj që kjo do të jetë rruga. Sido që të përfundojmë, në kushdo që të ndërtoj shumicë, është vetëm rrugë që përmes marrëveshjeve politike të ndërtohet shumica në parlament, e cila shumicë do të zgjedhë kryetarin edhe qeverinë. A jeni të gatshëm për një marrëveshje? Ajo çka e din qëndrimin e nisma do të jep kontributin e vet maksimal për të evitua procesin e zgjedhjeve që është e panevojshme, po jo me çdo kusht. Në fundit, çdo sen e ka një procesi ka përfundimin e vet. Do dënim. Edhe është interesi në Kosovë që Kosova të ketë sa më shpejt institucionet e veta. Kjo është interesi qytetarëve, kështu kanë votuar qytetarët, kështu pret. Nevojat dhe kërkesat që kemi sot me shumë probleme, por nëse nuk ka zgjidhje, atëherë ka zgjidhje tjetër. Zgjidhje tjetër janë zgjedhje. Me çdo drejtim ne jemi këtu për të luajtur për të dhënë kontributin tonë në ndërtimin e institucioneve të Republikës. Albulena Haxhiu nuk arriti të zgjidhet as këtë herë kryetare e Kuvendit Kosovës, pavarësisht përpjekjeve të përsëritura të lëvizjes vetëvendosje për të emëruar atë në këtë pozitë. Ky ishte tentimi i 6 me radhë që dështon duke thelluar ngërçin institucional pas zgjedhjeve. Krahasuar me votimin e mëparshëm, u shënuan 3 vota më pak në favor të kandidaturës së saj. Pas seancës, Albulena Haxhiu bëri një deklaratë të shkurtër për media. Republikës së Kosovës duhet të konstituohet dhe shpresojmë shumë në reflektim të opozitës. Dënimet e reja për ish zyrtarët ushtarak për krime lufte, ngecjen e implementimit të marrëveshjes për të pagjeturit, dështimin e kalimit të ligjit për frytnim të asistuar në spitale publike dhe mos përparimin e kodit civil, i ka përmendur organizata ndërkombëtare Amnesty International në raportin vjetor 2024 për të drejtat e njerëzit në Kosovë. Në raportin e publikuar më 29 prillit që tregon sa po respektohen të drejtat e njerëzit në përbot, Amnesty International ka kujtuar edhe dështimin e Kosovës për të bërë antare e Këshillit të Evropës për shkak të kërkesës së minutës së fundit për të themeluar asociacionin e komunave me shumicë serbe. Te pika e së drejtës për të vërtetën dhe drejtësi, Amnesty International ka përmendur dënimet e ish pjesëtarëve të policisë dhe forcave ushtarake serbe për krime lufte më 1998 në Prishtinë e Istog. Dushko Arsic, Ekrem Bajrović dhe Časlav Jolić u dënuan me 13, 12 dhe 8 vjet burgim. Në anën tjetër, gjykata speciale i dënoi Pjetër Shalen me 18 vjet, ndërsa Salim Mustafës ju zbret dënimi në 15 nga 22 vjet burgim. Për të pagjeturit nga lufta, Amnesty International ka theksuar se marrëveshja e vitit 2023 në mes të Kosovës dhe Serbisë për bashkëpunim në lokalizimin e trupave të zhdukurve nuk u zbatua për shkak të raporteve të tendosura mes dy shteteve. Në dhunën seksuale të kohës së luftës, Amnesty International ka përmendur kërkesën e qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës për të hequr afatin kohor për aplikime për statusin e viktimës së dhunës seksuale në luftë, që përfshin pensionin 230 euro në muaj. Për të drejtat e grave, organizata ndërkombëtare ka përmendur dështimin e kalimit të ligjit në parlament për të kaluar ligjin për shëndetin riprodhues në spitale publike. Debati u përcoll me dezinformata dhe fjalime urrejtjeje ndaj grave beqare nga disa deputet, thuhet në raport. Po ashtu, ky raport ka theksuar dështimin e votimit të reformave në kodin civil për t'ju hapur rrugë regjistrimit të partneriteteve të gjinisë së njëjtë. Organizata ndërkombëtare ka thënë se të mbijetuarit e dhunës të komunitetit LGBT nuk ishin qasje në ndonjë strehim të specializuar pavarësisht zotimeve të autoriteteve. Për lirinë e shprehjes, organizata tha se kuvendi ka kaluar ligjin për Këshillin e pavarur të mediave, pavarësisht kritikave nga organizatat e shoqërisë civile në Kosovë dhe ato ndërkombëtare. Ndërsa për të drejtat e refugjatëve dhe migrantëve, kjo organizatë ka theksuar marrëveshjen e Kosovës për t'ia lëshuar me qera 300 qeli burgu Danimarkës për të dënuarit me shtetësi të huaj dhe cilët Danimarka dëshiron t'i dobojë në fund të dënimit. Sipas një raporti të Bankës Botërore, vonesat në formimin e një qeverie të re mund të ndikojnë negativisht në investime dhe në zbatimin e agjendës së reformave strukturore. Krahas kësaj, në raport theksohet se sfidat strukturore rrezikojnë ta pengojnë zhvillimin e Kosovës drejt një rritje më të qëndrueshme dhe uljes së varfërisë, pavarësisht një performance relativisht më të mirë gjatë vitit 2024.
Raporti i Bankës Botërore për shtatja përritje të qëndrueshme paralajmëron se pasiguritë politike që burojnë nga vonesat në formimin e institucioneve qeverisëse rrezikojnë të thellojnë stagnimin ekonomik dhe të shkatrojnë shpresat për reforma të thella. Në kontekstin global, Kosova mbetet gjithashtu e varur ndaj faktorëve të jashtëm si ngadalësimi i rritjes në Bashkimin Evropian dhe lëvizjet në tregjet ndërkombëtare. Varfëria mbetet e lartë dhe përhapur në mënyrë të pabarabartë, teksa niveli i ulët i pjesëmarrjes së grave në tregun e punës dhe pabarazitë gjinore vazhdojnë të jenë ndër pengesat kryesore në reduktimin e varfërisë. Pavarësisht një tendencë në rënje, varfëria mbetet e lartë dhe karakterizohet nga dallime të mëdha rajonale. Varfëria është më e përhapur tek personat me nivelet më të ulët arsimimi dhe familjet me fëmijë, prandaj përshpejtimi i akulimit të kapitalit njerëzor mbetet një përparësi. Sipas raportit, shkalla e punësimit në vend mbetet e ulët në 37%, duke reflektuar probleme strukturore të thella, përfshirë pjesëmarrjen e ulët në tregun e punës, mospërputhjen e aftësive me kërkesat e tregut dhe pabarazitë gjinore. Përveç kësaj, zhvillimi i sektorit privat mbetet i kufizuar për shkak të mungesës së qasjes në financa dhe mungesës së dinamizmit të ndërmarrjeve. Ndonse sektor si teknologjia e informacionit dhe shërbimet e biznesit ka nisur të japin shenjat e para të diversifikimit ekonomik për të krijuar një mjedis më të favorshëm për zhvillimin e sektorit privat dhe për të rritur konkurrueshmërinë, nënvizohet nevoja e diversifikimit të mëtejshëm të bazës prodhuese dhe eksportuese. Kryetari i Aleancës së Bizneseve Agim Shahini, duke folur për pasojat e shtrejtimit të energjisë elektrike, tha se ky shtrejtim po vjen në një kohë kur gjitha vendet e rajonit kanë liruar energjinë elektrike. Ndërkaq sipas tij, situatën më të dhimbshme e bën mos shtrejtimi i energjisë elektrike për 4 komunat me shumicë serbe në veri. Kryetar, Aleanca pat një qendrim për shtrejtimin e energjisë elektrike, pas se do të shtohet varfëria në Kosovë. Çka do ndodhë realisht pas nevojës? Varfëria në Kosovë është duke vazhduar, inflacioni është një problem tjetër i cili këta 4 muajt e fundit është rreth 4%, e që kur kësaj i bashkangjitet edhe rritja e çmimeve, atëherë jeta e qytetarëve mund të vlerësohet që është rritur mbi 8% i gjitha produkteve, vetëm nga rritja e energjisë elektrike mesatarisht janë rritë çmimet 4 dhe 5%. Këto janë trende dhe formula të përbëra nga faktorët e rritjes së çmimeve, duke përfshirë këto krizat, duke përfshirë mungesën e produkteve, duke mungesën e prodhimeve, duke përfshirë këto kërkesat në treg, në rritje, por edhe taksat që tashmë tërë bota ka ndryshuar këto 100 ditë para prej kur ka ardhur edhe Trumpi, i cili ka bërë ndryshim revolucionar dhe po i trëndit tregjet botërore. Pse qeveria po flet për rritje ekonomike ndërsa bizneset, sikur ju që i përfaqësoni bizneset, por edhe qytetarët po flasin për varfëri? Qeveria edhe mos më ekzistue vendit hiç. Bizneset dhe ekonomia e Kosovës do të ketë rritje mesatarisht 3 deri në 3.5% pa asnjë ndërhyrje të shtetit. Prandaj qeveria nuk duhet të mburret që rritja ekonomike po vjen nga faktori shtetënor, po nga faktori privat. Për arsye se faktori privat ose operatorët ekonomik, të cilët në shumicën e rasteve janë të penguar, këta janë duke bërë rritjen ekonomike, investimet, prodhimin, eksportin, punësimet dhe gjitha të mirat që vinë nga sektori privat. Por, po mungon dora e ngrathë e institucioneve shtetënore. Kur në tregjet botërore, energjia elektrike ka rënje edhe derivatet e naftës, ku janë këto dy inpute shumë të lidhura njëra me tjetrën, e që janë të rëndësishme për çdo produkt, çdo prodhim dhe çdo treg në botë. Në Kosovë ka ndodhur kundërta. Në gjitha Ballkanin është liruar energjia elektrike ose ka mbetur në çmimet e vjetra. Në Kosovë është rritë çmimi për 16% për të ja ruajtur një operatori
fitimin e vetë. Dhe me e keqja që është se kë ngritja e çmimit të energjisë elektrike nuk do të përfshihet në veriun e 4 komunat e Kosovës, por vetëm në komunat tjera ku janë të banuara me shqiptarë. Ju faleminderit për vëmendje dhe mirupafshim në edicionet e radhës.